po ngjidhem në suitën 224 të Hotel Dugagjinit në Pej, ku thonë që 3 herë ka qëndruar lideri i Jugosllavisë Josif Broz Tito. Kjo është dhoma 224, e cila ka një garderob të plot të veçantë brenda dhomës, është rreth 140 metër katror sipas llogarisë, ka banjën e parë, është e gjitha e veshur me letër muri, ka banjën e dytë të plot. Nëse flet me drejtuesit e hotelit, të thonë që në kohën kur Tito ka qëndruar këtu, ka qenë me 4 ndarje dhoma, pjesa e dhomës që është lënë njëshe gjitha, me tavolinën e punës, me gjitha setet kafen, çajin, çdo gjë, me zonën e ndenjes që është për 8 veta, me televizorin i cili rrotullohet nga 2 anët, pra nga kjo anë shkon dhe në anën tjetër për të parë nga pjesa e krevatit, shifeni, është rrotullueshëm, krevati është 2x2, më i madhi që mund të ekzistojë, i gjithë i veshur me lëkur, ndërkohë që këtej është pamja e rrallë e Grykës së Rrugovës nga kjo dritare. 140 metër katror suit, po ta bëj me hapa, se mund të ishte e bukur, po ta nis që këtu me hapa, do më thënë hapi parë, po e them këtu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Duhet jetë 20 metra e gjatë, 20 metra e gjatë, llogaritni dhe gjersin, aq sa një krevat 2x2, duket sikur është lodër fëmijësh. Suita 224 Hotel Dugagjinit në Pej, ose dhoma ku 3 herë gjatë vizitave në Pej ka fjedhur lideri i Jugosllavisë atëhershme Tito.